Më 4 prill 2026, në kullën e Çunmulës në Hot, Malësi të Madhe, do zhvillohet një konferencë shkencore kushtuar kryengritjes së Malësisë të vitit 1911, një nga momentet më të rëndësishme në historinë kombëtare shqiptare. Ky aktivitet pritet të mbledhë studiues, qytetarë dhe përfaqësues të diasporës shqiptare me synim për të rikthyer në vëmendje rolin historik të kësaj kryengritje në rrugën drejt pavarësisë. Ngjarja organizohet nga shoqata adhetare Kulla e Bayraktarit Hotit në bashkëpunim me Muzeun Malësia. Kryengritja e vitit 1911, udhëhequr nga figura si Det Gjoluli, kulmoi me ngritjen e flamurit shqiptar në Det Qish me 6 prill, një akt që shënoi një hap të rëndësishëm drejt shpalljes pavarësisë në vitin 1912. Në konferencë do të referohen historianë dhe studiues të njohur si Kujtim Shala, Romeo Gurakuqi, Edmond Malaj dhe Mark Junçaj, të cilët do të trajtojnë rëndësinë historike dhe politike të kësaj kryengritje. Aktiviteti synon të forcojë kujtesën historike dhe të nxjisë pjesëmarrjen e të rinjve dhe diasporës në ruajtjen e identitetit kombëtar. Në përfundim do të organizohet një program artistik me këngë tradicionale.